Bukur, kemi mbritur në studio dashumi që jemi në pjesën e fundit të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Jo më pak e rëndësishme është edhe tema që do të flasim tashmë në këto momente. Do të kemi mundësinë të flasim për një nga trendet më të fundit që ka pushtuar median shqiptare. Është podcasti. Në fakt ka nisur që prej vitit 2004, kanë kaluar plot 21 vjet, megjithatë podcasti së fundmi në Shqipëri ka filluar të bëhet shumë popullor. Ndoshta ndonjëherë nga pamundësia për të gjetur një media, ndoshta ndonjëherë nga liria që të jep më shumë për të shprehur, ndoshta ka shumë arsye, megjithatë ne sot do t'i zbulojmë ato nëpërmjet të ftuarve tonë që kemi në studio. Do t'i themi mirëmëngjes ditën e sotme Almira Laçi, gazetare, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe Anisa Bahiti, sipërmarrëse drejtore e Infomedia. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kënaqësi, faleminderit. Do doja ta nisja me Almirën. A janë podcastet më të mira se televizionet? Nga eksperiencë. Do futemi me njërë në thelb, thua. Po, në thelb direkt. Si që e tha dhe Flori që ka një jetëgjatësi 21 vjeçare dhe do ta konsideroja gati edhe si një të ri që për gjatë ciklit të rritjes ti ka psuar ndryshime të ndryshme. Pra nuk është si në fillesat e para. Nëse atës punton u lindi në botën anglo-saksone, ku interneti kishte ishte një aventur më saktë për të eksploruar, për gjatë kalimeve, ritmit të ti, a i pësoj këto ndryshimet. Pra nuk është si në fillesat, si në gjenes të ti, sot është komplet ndryshe. Nëse tani për të shkuar të pyetja juaj, Matil, tani sigurisht që nuk mund t'i vejmë një barazim, nuk mund të bëjmë këtë krahasimin definitiv që kush është më i mirë njëri apo tjetri, sepse kjo varet gjithmonë edhe nga shija personale. Po. Por ditë them që podcastet kanë disa avantazhe në përparësi nga televizioni, sepse podcastet janë shumë personale, janë intime, kanë një farë forme, kanë kjo koka jote është po... Jo, ka dilema, është në kuadrin e pyetjes, sepse ti edhe në televizion mund të krijosh një format, emisione që mund të jetë shumë personal në kuptimin e temës cilat ti zgjedh ti diskutosh. Pa diskutim, po ka një tjetër lloj lirie. Në një farë forme në podcaste mund të flasin të gjithë, edhe kushdo, pa censur, me një komunikim si midis miq, por pa pasur një linjë, le themi, editoriale. Nëse televizioni, nëse një emision e kërkon, ka edhe këto dritat e bukura, ndoshta edhe skenarin, e ka të një farforme të përpyluar, shpesher, podcastet janë edhe tërësisht të lirshëm, janë shumë të natyrshëm. Sigurisht në podcaste, gjithmonë duke ju referuar edhe thelbit edhe përmbajtjes elementare të tij, janë orar pa orar, ke mundësi për ta dëgjuar kurdo, sa herë do. Ka edhe përparësi të tjera. Megjithatë, ndalim pak tek Anisa. Anisa, pse mendon se janë kaq të rëndësishme podcastet? Aq sa tashmë dhe televizionet, referuar këtu dhe podcastet që ka Almira, kanë filluar të realizojnë podcast. Ashtu si që tha Almira, podcastet kanë një advance. Çfarë? Podcastin ti mund ta dëgjosh kur të duash, ku të duash, duke shkuar në punë, duke vrapuar, në orët e vona të natës, duke qëndruar në shtëpi. Do me thënë, limiti kohor për ta zgjedhur për ta parë një intervistë ti do, e ke në çdo moment. Po, njëjta gjë ndodhet me intervista televizive që janë hedhura në YouTube. Jo, nuk ndodhet njëjta gjë, sepse nëse një emision televiziv është në orën 6, ti do detyrohesh në orën 6 të ulesh edhe ta ndjekësh, të qëndrosh para. Nëse është hedhur në rrjetet. Patjetër, në YouTube po, ndërsa podcasti ka një shije tjetër, që do të thotë, është më private, është më personale, të ftuarit që ti ke brenda podcastit ndoshta ofrojnë për publikun dhe dëgjuesin një rrëfim akoma dhe më personal, nuk e ke të strukturuar që shiko, unë do ftoj filan personazh dhe do mbaj një vijë editoriale për qëndruar brenda kontureve siç i kërkon në tërësi televizioni. Prandaj lirshmëria edhe afërsia me njerëzit që duan të dëgjojnë është më e madhe. Edhe kjo afërsi bën njerëzit që të gjejnë veten. Shpesh herë ajo që unë dëgjoj nga njerëzit ne gjejmë veten në podcast, ne kur dëgjojmë një podcast me një X personazh, ne gjejmë veten tonë aty brenda, mënyra se si ato rrëfehen, gjërat që kanë për të thënë. Plus se ekziston shumë pjesa e lirshmërisë. S'duam ne të gjithë e dimë se si funksionon televizioni dhe media dhe natyrisht je në një farë mënyrë edhe pak i impostuar, edhe pak për t'u përgjigjur kërkesave që ka televizioni apo emisioni që ti drejton. Ndërsa podcasti je ti, je
vetja. Dhe për shembull kur e kam krijuar podcastin tim, njerëzit më kanë bërë një gjë që më ka pëlqyer dhe më kanë bërë si kompliment, ka qenë fakti, okay, ne na pëlqen shumë se ne shohim Anisën. Domethënë, ne nuk shohim një njerëz të impostuar që po bën një podcast, por ne shohim Anisën që ne njohim në jetën reale. Dhe ajo që njerëzit tani kanë filluar dhe kërkojnë është afërsia, të ngjashmit të tyre. Të ngjashmit të tyre që do s'ka nevojë për shumë lule, xixa, drita, gjëra të këtij lloji. Mund të jesh edhe një tavolinë të thjeshtë me 2 mikrofona parë dhe me një bisedë shumë të ngrohtë që ai dëgjuesi që është në shtëpi, ai dëgjuesi që jep makinës edhe të vendos ty që të dëgjoj, është duke u ndjer mirë ndërkohë që shijon atë bisedën. Por ka një problem në këtë rast mes podcastit dhe televizionit, është çështja e klikimeve në mes. Pra, nëse një podcast nuk gjeneron klikime mjaftueshëm që ndryshe përkthehet në sukses, nuk do të ekzistonte. Ndryshe është misioni i televizionit, ku ti jo çdo gjë bën për klikime. Patjetër, shiko, ishte e bukur kjo që sapo the. E di pse? Unë në podcastin tim kam bërë diçka. Unë jam njëri që nuk rendem shumë pas klikimeve. Mua më pëlqen shumë cilësia, okay? Dhe të ftuarit e mi edhe kur i kam pas pjesë të podcastit, nuk ka ndodhur kur t'i bëj një titull apo t'i vej një titull në YouTube, thjesht bombastik, sepse unë dua të tërheq audiencën. Kush ka dëshirë na dëgjoj, kush vërtet e ndjen që duhet ta dëgjoj këtë lloj interviste, vjen edhe e dëgjon. Unë nuk kam qenë kurrë këtij parimi që hajde le të bëjmë lajme, le të bëjmë lajme bombastike për X persona sepse unë dua të marr klikime. Realisht klikime ka shumë edhe gjeneron në krahasim me televizionin, gjeneron në mënyrë shumë të shpejtë brenda minutit. Nëse ti hedh një video për 5 minuta ti je nga 10.000 njerëz e shikuar. 10.000 njerëz nuk janë pak. Se ndonjëherë di çfarë më vjen çudi në raport me këto kot se janë bërë të famshme, 10K, 20K, 5K. Dhe ajo që i them shpesh njerëzve kur i takoj, i them, shiko, kur ti je në një sallë dhe ke 10 veta, ata 10 veta të duken pak. Kur janë 20, ty të duken shumë. Po kur janë 30 të duken më shumë, pa mendoj një që jenë 1.000, 2.000, 10.000. Domethënë, kështu duhet edhe koncepti. Le të dëgjojnë 10 veta. Ata 10 veta janë real, ata njerëz që duan të dëgjojnë. Por, kur ti mendon që të kam parë 10.000 njerëz, apo 20, apo ka kaluar dhe 80.000 njerëz, e di çfarë do thotë të dëgjojnë 80.000 njerëz ty, të shohin 80.000 herë fytyrën tënde dhe të dëgjojnë zërin tënd? Domethënë, këtë duhet ta mendojmë, paktën edhe kur sjellim podcaste, se në podcastin tim unë kam vënë një fjali lezetshme. Podcastin në Shqipëri ka shumë, po si ky një asnjë. Në sensin që kushdo mund të bëj podcaste, kur ka një risi, një trend, kushdo mund të futet në trend. Tu doja të ndalesha dhe ti marrë një opinion edhe Almirës. Nisi për herë të parë në 2004, si çdo gjë tjetër, edhe në Shqipëri përqafohet ky trend, madje ndonjëherë bëhet më shumë se ç'ti e pretë, duket sikur të mbi ngarkon. Ecja me këtë ritëm, ka rrezikshmëri të ndaj ose të mos bëj dot diferencën mes cilësisë dhe sasisë? Mua më duket sikur nga një anë të gjithë po bëjmë podcaste sot. Jo nga një anë, po vetëm unë edhe Flori kemi mbetur për podcast. Në shpeshherë kam pasur ato ndryshimet e mia, që do thotë në erës kam dashur që edhe termi podcast i qëndronte besnik krijimit të tij. Pra më përpara kur u krijuan podcastet nuk ishin figurë, pra ishte vetëm zëri, ishte biseda e ngrohtë që të vinte në radiofonike. Dhe ky fakt do më pëlqente që të qëndronte disi dhe me radio. Pra që po mos ketë një barazi. Nga një anë nuk bëhet diferenca kush është emisioni televiziv, podcasti, emisioni radios, duket janë të gjitha njësoj, tani që të gjithë kanë aksesin e mediave sociale. Pra, edhe nga emisioni juaj, shorte të shkurtra, nëse do publikohen, nuk do ke ndryshim nga emisioni im. Unë do doja që të gjithë gazetarët të kenë, të duan të kenë identitet në të tërën. Edhe në thelbin, edhe në thelbin në përmbajtjen që ato do kenë... Se vërtet mund të kesh lirshmërinë, po kjo nuk duhet të bëj që ti të abuzosh me atë lirshmërinë e shprehjes, të mendimit apo të sjelljes. Duket sikur podcasti është edhe një hap para drejt të demokratizimit fjalës, por unë qëndroj besnike tek liria e fjalës, por me përmbajtje të fortë, me përgjegjësi. Asnjëherë për të përfshirë me trendin e kohës.
Kam përshtypjen që si të gjitha trende do sfumohet gradualisht. Mendon që do të ketë një kulmi edhe më pas do filloj dhe do zvenitet? Besoj që jemi deri diku në kulm, unë besoj, por gradualisht me kohën do venitet edhe do qëndrojnë ata më të mirët, ata që kanë diçka për thënë, historira vërtet forta që njerëzit duan. Pra, sot nëse deri dje të gjithë donim të kishim një zë, sfida më e madhe që ne do kemi nesër është të kemi diçka të vërtet që do ngelet në të tillë formë. Megjithatë, Anisa, mbetemi pak tek realizimi i një podcasti. Nëse referohemi një emisionit televiziv, do shumë logjistik. Prezantuesit, autori, redaktor, gazetar, makina, shoferi, pra duhet një ushtri nga mbrapa. Kamera, teknika, në rastin konkret, ty për të përgatitur një podcast, pra le të themi një video, 20 minuta e kopsitur mirë, me kontent mirë, që jemi të sigur që do gjeneroj klikime, sa ko punë të duhet në javë? Unë e kam vendosur të regjistroj podcastin një herë në javë, nuk e kam gutur, që do të thotë, duke qenë se jam shumë angazhuar dhe në gjërat e tjera, nuk e kam patur në prioritet madhor podcastin dhe të ri gjithkohën t'i përkushtohem podcastit. Shpesh herë e them edhe me smi që unë e kam bërë podcastin për qefin e shpirtit tim, në sensin e mirë të fjalës, duke qenë se vi nga një rrugtim 16 vjeçar në jetë publike, dhe normalisht, kur e kam konceptuar në mendjen time, e kam patur edhe mbështetjen e burimeve njerëzore, sepse si që më prezentove, unë kam kryuar para 5 vitesh një media digitale online, që quhet Info Web Media, dhe unë e kisha paraprakisht stafin, e kam paraprakisht stafin tim që më ndihmon, pjesën e kamerave, personat që më aksesojnë, pjesën e personave që menaxhojnë rrjetet sociale, sigurisht merr kohë, natyrisht unë kam zgjedhur që zakonisht vajzat e kanë shumë të rëndësishme edhe pjesën e të qenurit të dukurit mirë, edhe kjo është një nga pikat kryesore për të qenë pjesë e televizionit edhe medias, po qoftë edhe podcasteve, dhe sigurisht që ndihma e madhe është stafi që unë kam, por më merr kohë, sigurisht një orë e gjys, sa vjen i ftuari, sa unë, sa rregulloj, sa xhiron, pastaj pjesën tjetër edhe ajo kërkon kohën e vet për të bërë pjesën e montazhit, për të ndarë rilsat etj. Natyrisht ka angazhim, jo aq të madh sa e kërkon televizioni, por ka një ndryshim, ka një lirshmëri. Ti e zgjedh ta bësh kur të duash, e xhiron çfarë ore të duash, e xhiron në çdo moment, nuk ke fare kufizime në këtë drejtim. Thjesht ti vendos orarin me të ftuarin tënd se kur ai do jetë i aksesueshëm për të ardhur dhe ti e planifikon ke gjithë ditën përpara ose 2 ditë përpara për të planifikuar se kur ti do ta xhirosh podcastin. Dhe ndryshe, pra edhe të bësh një podcast nuk është kaq e thjeshtë dhe nuk është se bëhet pa para. Jo të gjithë mund të bëjnë podcast. Nuk bëhet pa para, sigurisht që do duhet që ti të investosh pa tjetër kapital financiar, po edhe materiale, apo logistika, po edhe burime njerëzore, në mënyrë që të bësh diçka cilësore. Pra nuk është pa para. Se ndonjëherë krijohet edhe ky koncept. Jo, absolutisht. Se ka ndonjë gjë, unë thash diçka në fillim, që podcastet në Shqipëri ka vërtet shumë, edhe Almira thanë diçka të bukur, pas shumë kohësh, si çdo gjë e re që lind, edhe vjen një moment që venitet dhe podcastet do kenë momentin e tyre të rënjes. Dhe në fund, patjetër, do mbijetojnë dhe do jenë në treg podcaste me njerëz cilësor, me njerëz të cilët dinë se çfarë flasin në ekran dhe mbi të gjitha me një cilësi edhe në transmetim që publiku e ka të rëndësishëm ta shohë këtë gjë, duke qenë se teknologjia ka avancuar shumë, tashmë ti je i fokusuar edhe tek cilësia e mirë e pamjes edhe videos që ti do transmetosh, sepse disa njerëz të ndjekën për shkak vetëm se e ke high definition. Disa të tjerë thonë, na u lodhën syt, nuk e shohim dot këtë video. Disa të tjerë i pëlqen kontenti apo mënyra se si ti shkruan. Prandaj që edhe kjo pjesa e podcasteve kërkon angazhim, kërkon investim, kërkon përgatitje mbi të gjitha dhe kërkon njerëz të cilët kur të dalin dhe të marrin përsipër të bëjnë një podcast, të mos bëjnë podcaste lagje. Podcaste lagje ka shumë. Podcaste profesionale nuk ka shumë. Podcaste prej vërteti. Ashtu se që kemi në media që mund të na mbushet koka nga mëngjesit deri në darkë me një mori emisionesh në televizion, por ti si dëgjues dhe shikues si selektiv, shkon edhe zgjedh të dëgjosh dhe shikosh një emision që ka vërtet një cilësi në brendësinë e tij. Në fakt është rasti perfekt për t'i krahasuar pak me njëri tjetrin, jo nga suksesi, po nga përmbajtja. Duke qenë se ju e keni të pavarur podcastin, Almira në fakt e ka brenda një
institucionin. Ku ndryshojnë nga njëri tjetri për ta kuptuar. Çfarë përpiqesh Elmira të nxjerrësh le të themi nga podcasti jot? Domethënë mundohesh të gjenerosh sa më shumë klikime duke vënë tituj bombastik ose duke marrë lajme ekskluzive apo të jesh sa më reale apo për ta kuptuar pak, sepse ndoshta mund të ketë dikush që t'jeti dyzuar, a dali në mënyrë të pavarur apo duhet patjetër të jetë Tani Flori, unë para jam gocë radio një herë, kështu që jam jo e rritur me këtë historinë, pra ndryshojnë terminacionet, por thelbi është po i njëjtë. Pra, si më përpara, edhe tani ka ndryshuar vetëm formati, i asaj çka unë bëj, por thelbi është pa diskutim i njëjtë, pa brum shumë i mirë cilësor. Nuk do bëja asnjëherë, jo personalisht, por nuk do doja të shikoja asesi gazetarë që shesin që kanë të rëndësishme vetëm fasadën, vetëm titujt. Nuk bëj gazetari limonat, jo për klikime, jo për të shethema. Kështu që edhe në atë çka unë realizoj, jo më kote kam konceptuar si diçka një farë forme unike, le ta themi, pasi i ftuari im është pjesë e 99 pyetjeve të profilizuara. Pra, nuk ka të ngjashme me askën tjetër. Kjo për t'i dhënë rëndësi atit, për t'i thënë që unë të kam kushtuar kohë, vëmendje. Dhe jo pak, po 99 pyetje. Po, pra 99 pyetje, duke qenë se edhe 99-ta është një numër i plot, po që të shtjen, të shpije drejt, është afër 100-ës. Se jo 100. Edhe në një mënyrë tjetër simbolike për t'i thënë që sikur se ka edhe konotacion. I takon moderatorit, gazetarit. Dhe prandaj nuk besoj se është si të tjerët, pa dashur Megjithatë, Elmira, arrin të kuptosh një lloj të vëresh, më saktë, një lloj ndryshimi mes podcastit që keni ju dhe që është pjesë e një medjaje, një televizioni, me një podcast i cili është krejtësisht i pavarur dhe jashtë dyerve të një medje. Është evidente. Kush është më solide, mendon? Patjetër që ti nëse ke vetëm një media të ndon, ke vetëm një emër anonim ose ke aksesin për të pasur programin të në YouTube, kurse si ti do kesh komunikim dirshëm, ndërsa në radio, televizion, kemi një etik komunikimi pa diskutim, me thënë, edhe pse podcastet në vetë lejohen të jenë të lirshëm, po gjithsesi ne kemi etikon qoftë edhe profesionale, që nuk i lejojmë vetes që të themi fjalë të çfarë dofshme, duam të shkojmë te publiku për t'i dhënë atyre jo vetëm mesazhe, po ngjyrë edhe bukur, për të ngelur fjala jon, sepse ne nëpërmjet fjalës për t'jellë mesazhen edhe lukut, patjetër, edhe ky është një tjetër element i fortë që ne duhet ta përdorim, po për të Edhe mua më pëlqen shumë elementi kapeles si ti ke, edhe aq shumë lloje kapelesh sa kem bën shumë përshtypje sa herë të shoh në faqen e rreth televizionit. Edhe unë jam dash, kapele dhe kollare. Arsye që vendoset ka është identitet. Ma thuaj se më pëlqen që të dëgjohet edhe publikisht. Më pëlqen shumë se e ke përdorur si një lloj simbolike për të tërhequr vëmendjen. Pra, ajo ty të përfaqëson pavarësisht kontentit në brendësi. Por ti e di kur del kjo vajza me kapele, Elmira, është Elmira e radios. Nuk e ngataron maskën tjetër. Më pëlqen shumë. Jemi një lloj identiteti, specifik. Për të tërhequr vëmendje, po për ta zhvendosur vëmendjen nga luku dhe për të shkuar tek fjala. Okej, është një logo brenda logos. Okej, faleminderit. Dhe unë e Matilda po mendonin të hapnim një podcast, po kishim nevojë për këshilla. Do ta fillojmë fakt tëndën sapo e morëm. Fakt për të tërhequr vëmendjen duhet gjejmë diçka. Do ta shfrytëzoj Matildën. Kemi gjetur vetëm titullin. Do ta shfrytëzoj Matildën. Unë kam zgjedhur lukun tim, se si të tërheq, nuk e di sa do. Ti bëj pak më shkurt ansorët, këtë kemi pjesa e përsetave. Po, të pa diskutuar suksesin, megjithatë do donim një këshill edhe nga Anisa se si ne të hyjmë në treg. Pra, nisur nga eksperienca jote. Sa e vështirë ka qenë që të hysh në tregun e podcasteve dhe të jesh e klikueshme. E parë njerë ju të dy jeni në treg. Mirë, ne morëm shembull të supozuar për ata që na ndjekin dhe dyta jeni dy personazhe shumë origjinal në llojin tuaj. Jeni të pangatarueshëm, të paktën për mua si publik që kam vite që ju shoh nga ekrani, jeni të pangatarueshëm. Dhe ajo që kërkon podcasti është ti je origjinal, ti je vetja. Kur biseduam pak më parë, unë thash diçka. Njerëzit më bëjnë një kompliment që mua më pëlqen shumë.
ne ndjekim podcastin se Anisa është vetja, është Anisa, ne gjem Anisën. Dhe në podcast njerëzit këtë duan, të gjejnë ty brenda podcastit. Se nëse unë do bëja podcastin dhe do kisha një postim shumë të sforcuar dhe do dukesha realisht shumë artificiale në sytë e njerëzve që më shohin, nuk do isha as e dëgjuar, as e shikuar. Ndaj, këtë kërkon podcasti si fillim. Së dyti, çfarë është më rëndësishme, është mënyra se si ti zgjedh të flasësh, rreshmëria fjalëve të tua dhe ajo që ti thua. Se shpesh herë njerëzit në media, në televizion apo qoftë në podcaste ngatarojnë diçka. Kryesisht e lidhin me vajzat dhe gratë dhe pamjen e tyre. Okej, është e bukur dhe do ta shohim. Por jo, unë kam një këshill, njerëzit nuk ju shohin se jeni të bukur, do t'ju shohin, do impresionohen nga ju, do impresionohen nga ju 5 minutat e para dhe do ju shohin vizualisht ashtu. Më pas njerëzit do dëgjojnë dhe do mbajnë mend atë çfarë ti ke thënë, mesazhin që në fund të ditës po, unë dëgjova emisionin e mëngjesit dhe ishin të ftuar 2 vajza, u kënaqa sepse mbajta mend 1, 2, 3 gjëra. Se ato do mbajnë mend figurën time, po patjetër, ky është element. Por njerëzit duhet të mbajnë mend mbi të gjitha ato që ju doni të transmetoni. Dhe çfarë është më rëndësishme është vetja juaj, t'jeni vetja juaj, një lirshmëri të cilën duhet ta keni gjatë gjithë kohës jeni në podcast. Ka dhe diçka tjetër që kam kuptuar. Për ta përmbyllur se po, për ta përmbyllur. Kur ti ke të ftuarit është çështje energjie, them unë. Energjia është shumë e rëndësishme. Unë të ftuarit e mi zakonisht mundohem që t'i zgjedh njerëz që kanë dhe pak karizëm brenda vetes tyre, edhe kur i marr në telefon dhe bisedojmë i them, "Të lutem, nuk do të dërgoj asnjë pyetje, thjesht i vetja jote." Sepse momenti që ti i dërgon pyetje ka edhe një lloj impostimi. Edhe kur vin studio unë mundohem që dhe mundohem që 10 minutat e para që janë para transmetimit të emisionit. Qaje që të duan, do me thënë, por që ideja është ta kemi atë energjin edhe atë feedbackun e mirë ndërmjet njëri tjetrit, sepse nuk rrjet biseda. Në momenti se rrjet biseda, del bukur. Nëse ne me Matilde do hapnim një podcast, do ishim vetvetja jonë, kam frikë të thoj publiku si pas kemi njohur. Shiko, këtu do kemi suksesin e klikimeve që da di. Dhe për më tepër, Flori, më ngjit shumë ai titulli, nuk ke nga t'i kapësh. S'ke nga t'i kapësh. Faleminderit shumë vajza. Faleminderit, u kënaqem shumë. Faleminderit, suksese. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues për vëmendjen e treguar avazin e të hëna në orën 6.